Edon Morata e shfaqur para mediave për të folur për ndeshjen e Vllaznisë ndaj Vorës në javën e 32 të Biznes Superiore. Sulmuesi i shkodranëve vlerësoi formën që po kalon ekipi, si edhe foli për ndeshjen ndaj Vorës. Edhe që janë poshtë në renditje, nuk do me thonë që janë ekip i lehtë, Vora është një ekip i fortë, që nuk duhet në ndërsuar, po ne do shkojmë nesër për maksimumin. Do shkojmë për 3 pikë edhe asë gjë ma pak. Ne do bëjmë maksimum me shinu ma shumë gola edhe me pësuar pak si jena të pësu pak. Po e rëndësishme është me fitu. Me marë 3 pikë, ta është ma e rëndësishme edhe pse është 1-0 ose 3-0, pikët janë të njëjta edhe kjo është ma e rëndësishme për ne. Morata i foli edhe për objektivat e këtij sezoni, por edhe për të ardhmen e tij. Kjo është qëllimi jonë me majtë vendin e parë. Me shku me i avantazh në Final Four edhe synimi jonë është me dalë kampion, duke që jena në rrugë duar. Kena pritshmëri, duhet me dha maksimumin edhe jena afër, po alas jena aty, do me thonë me dha maksimumin. Po jena në rrugë duar për të 2 trofet, pse jo mos me i marrë të dyja. Po me thonë drejtën unë jam i kënaqur këtu në Shkodër, po hala s'kena fol, s'kena bisedu për këto gjana. Jena të fokusum këtë sezon me marë që duhet me marë edhe pastaj do shoh. Sfida Vora Vllaznia do të luhet të shtunën në orën 16.